Përshëndetje dhe mirë se erdhët në episodin më të ri të sezonit më të ri të podcastit ton. Tada. Ju kërkojmë ndjes paraprakisht për vonesat e logjistikës së postimit, por që më mirë vonë se kurrë, plus që duhet të arrinim cilësinë e duhur para se të fillonim, sepse kështu duhet. U bë ca kohë, po. Po shumë kohë. A kishte marrë çik madhe. Që në 2024 kemi një vit pa u parë. Na shkrive Tea, ata kemë me këtë e mbyllim podcastin, mirupafshim, kaq ishim. Sot donim të njihim me dy personazhet më të rinj të stafit ton, me zotin Kledi. Me zotin Kledi dhe me zonju Sharvën. Përshëndetje, jam Arba dhe jam regjisorja e podcastit Tada. Mirë se njihemi për herë të parë. Përshëndetje, unë jam Kledi, jam montazhieri i podcastit Tada. Për ju që s'na njihni, unë jam Tea. Unë jam Anika. Ne jemi obviously prezantuese, dukshëm, Me kufje, me kufje. Po duhet të vlerësojmë, më fal një sekond, duhet të vlerësojmë një herë gjithë mikrofonat që kemi, të reja. Po prica, ajo do një pjesë specifike të dedikuar për ambientin e ri të podcastit. Mirë, më patjetër, po ne Se shikoni se kemi murin. Po, murin, kjo është me spray, është bërë nga një ish Petronins, i quajtur Teddy. Shumë faleminderit. Kështu që Nëse. e vlerësojmë shumë. Patjetër. Dhe gjithë vonesa nga kjo ndodhi sepse dhe shumë përgatitur normalisht shumë punë që të bëj edhe muri, edhe logjistika, audio, video, gjitha. Po që nëse ja do Edhe këto bikerinat e vezëve donin shumë veç për kohë, bikerinat- sa i gjetëm, sa... veç për bikerinat, imagjino sa jemi marrë, unë nuk e di domethënë. Gjithsesi, jemi këtu, jemi gjallë, jemi mirë dhe filluam. Për ju që po na shikoni, po na ndiqni, edhe si njihni shumë mirë Arbën edhe Kledin, neve ndoshta çik më shumë. Për shembull, e dini, e dini për shembull që un kam zgjedh ç'u quhet ajo ima e inxhinierive. Thomas Edison. Unë jam Hipokrat. Po, un jam për arkitekturë, Tea është për mjekësi. Kështu që mund të prezantojnë çik Prezantojmë stafin se çfarë të ky është doni, episodi i çfarë parë. mendoni ju se njerëzit duhet dinë për ju, shprehuni, nuk e di. Me që nisëm me variantin, edhe unë jam Thomas Edison, vetëm se unë dua që të vazhdoj për shkenca kompjuterike. Më fal, Çka ka? ju jeni të gjithë Thomas Edison. Jo vetëm ti Tea Vetëm unë jam Hipokrat. u donaut. Okej. Delja zezë. Delja zezë. Në rregull. Okej. Po më vazhdo Sharba. Tani ç'a mund të them tjetër për veten? Unë me Tea dhe Anikën kam kohë që njihem, sepse njemi qenë Ja, nga vetëm përjashtuar. Tash je ti, po. Sepse kemi qenë bashkë në shkollë, në klasë biles që në nëntëvjeçare, që ne ditur. Në klasë shtatë. Djem shumë i veçuar. E po, kështu është jeta. S'ke çaj bë. Vetmuar, merr edhe spotlight, vazhdo tani fol për vetë. Faleminderit për spotlightin. Edhe unë si dy goca kam zgjedhur Thomas Edisonin. Edhe do vazhdoj unë për shkencat kompjuterike si çdo person në 2025. Po që Specializimet i kemi ndryshme. E po, e vërtet. as keni një çik shumë merak që e keni deg shumë të kërkuar edhe me numeros klausës universiteti. Këtë shumë veta që nxjerrin këtë punë, po disa janë të mirë. Okay. Fitojnë Yes. aftësitë. Fitojnë aftësitë. E bukur, përgjigje, më pëlqeu përgjigja, është shumë e bukur. Dhe kaq për mua, pse nuk ka për Kaq mos keni asnjë gjë interesante për vete çfarë rrofshini, çfarë ju pëlqen të bëni, sa keni. Cilat janë hobit e tua? Nuk e di, a ka më interesant se Mami. Mirë. Thuje, Ta gjykojmë. broje. Atëherë, tash do të bëj tezë pse jam unë rob interesant. Vazhdo. Unë jam rob interesant, pse nuk më pëlqen shumë më qenë një madh. Është modeste. Tani. Po mirë të për balancë. Nuk pëlqen kjo tema.
Vazhdoj. E po si ndjeni që jeni maturant këtë vit? Çik si ndryshe. Unë për shembull personalisht e mbaj mend veten nga viti i parë dhe viti i dytë që i shifsha maturantët kështu sikur kush ishin. Po, I shifja kapët e shkollës. Tash që je vet duket sikur Mua akoma më duket vetë vit parë, kupton, akoma nuk është më mbejna që jam vit Më parë. duket sikur brezat vinë dhe duken më të vegjël. Po. Më duket të kundërta. Të dytë si janë Po. 17 metra. E Jo, vërtet. gjatësia. Gjatësi po zgjaten, po të dukesh zgjaten por rinohen. Mua në moshë më duken shumë herë më të mëdhenj. Se sa kemi qenë neve? Mua më japin totalisht përshtypje tjetër. Vitet e para të dyta, vitet e treta neve Neve ngjajmë shumë ne të ngjajmë vegjël. vegjël Ne shumë. ngjajmë në krahasim me çka kanë qenë vjet edhe par vjet. Neve ngjajmë vërtet shumë të vegjël, po vitet e para të dyta jo. Ndoshta jemi thjesht në problemi. Ndoshta ne dele të zezën në fakt. Unë personalisht vit 3, nuk e di, mua nuk më shmbush akoma mendja që jam vit 3. Nuk ma ka përfit akoma truni që unë për sa muaj bie. Çajmë tash mars, apo marsi. Janë mars Gati gjë. Frikshme. Jo, se s'ka kaluar akoma mars, prill, maj, qershor, korrik, gusht, shtator, 7 muaj unë jam në universitet, jetë komplet tjetër, a si? Fillon sektor. Po pak rëndësi se sa të bësh gati, Po, 7 shtator. si një muaj që i di. Për 7 muaj duhet me fillu jetën nga e para, Po. identitet të ri. Nuk e Me di. më mirë se ti prap te interesante do ngelesh, Unë nuk është se prap do te- ndryshosh. jam interesante. Nuk do ndryshosh personalitetin, po. Nuk ka interesante do ngelen, po që prap është komplet gjë tjetër, Ja, komplet vërtet. frymë tjetër. Pse ti nuk më shpush akoma mendje, nuk e di a do mbushet deri në shtator, tetor. Këti viti, po që zhofim, nuk e di. Ç'a mendoni ju? Çfarë më duhet? Stafi. Stafi momentalisht është shumë i stresuar. Sepse Sa e ndjeva këto. kemi Ças kemi? Ja jo që ka ekonominë si del me zgjedhje. Neve që kemi Po stresohet. nuk është ekonomia problemi momentalisht. Problemi është që kemi aplikimet për jashtë. Po. Kemi Jo, testet unë do ritu, ja. për Ja patriot. Advetar. dhe këto testet hyrëse për në universitet Bom. bon, A, janë vërtet? shumë të lotshme. S'ke faj. Duan impendimin e vet, por me suportin e miqve tan. Prit se u bë shumë mesazh shumë i thellë këto ne. Se bëj shak. Si mbajmë neve këto. Dhe tu edhe ti Anika se edhe ti. Po, unë për jashtë jam, po unë test pranimi nuk kam. Kam në disa universitete, po ato që i kam kryesore i kam me portofol. Pra unë kam përgatit një portofol të caktuar për tema të ndryshme, projekte të ndryshme, arkitekturore. Edhe tash me shpresa. Gryzem gishtat, po unë e kam edhe gjermanisht. Edhe gjermanisht mua më step pak, domethënë jam çik e pasigurt të kjo pjesa, po kush nuk ka pasigurira, gjithë kemi. Se tani Është gjithmonë normale. mesazhe universale. Mas mesazhe, po, është ne jemi podcast universal tani të lutem. E kështu, domethënë të katërt jemi shumë të stresuar si gjithë pjesa tjetër e bashkëmoshatarëve tanë. Po, dhe i heqim çik kufjet se Mbyllim veshët, me thon të drejtën, po mbyllim veshët, edhe s'po bërë edhe po s'ka gjë. i respektojmë stafin, Flas po, talma si bisedë tavoline. Tamam, jam shumë dakord. në tavolinën e rumbullakut. Breti ta dur. Fiks. Çfarë do na thonë në gjë? Të zeqshme. Çfarë doni të dëgjoni ju ndonjë gjë? Një gjë interesante, një gjë. Se neve bashkë njihemi të katërt. Kështu që vërtet. çfarë Kaj sa kena bën ne këtu. Veç Prova, prova po. tektike jemi njoft, kështu këtu na ka ardhur një tjetër këtu si shohim. Na prit se. Se është herë. Se jena deri në maj, prit. Deri në maj. Kështu. Po na ha çik buk. Shumë veçi. A që na. Ne punojmë ditë e natë. Tani, mirë, okay, njohim njëri tjetrin, po që të njihemi pak më të njohim ndonjë gjë interesante, ndonjë gjë të re. Bëjmë një lloj loje, them unë se. Të nisim një lojë. Nisim një lojë. Never have I ever.
Si mund përkthej kënaqësi? Ai ka Po, never have I ever se dim shit se never. kam. E ka bërë se ka E bërë. dim. Ka bërë se ka bërë. Po se po. Ta përkthejmë shqip thoni jo. Jo, më si mund ta vë. Shiko, Apo Mirë. Rona që nuk e din, loja që dëshmoj të quhet. E kam bërë apo se kam bërë? Po neve, Nuk për ishte të qenë ideja ty. Universal, se na pëlqen shumë që të jemi universal, po e quajmë Po. never have I ever, siç ka emri. Po si ta vazhdoj shqipun tani. A kam apo nuk kam? Vazhdo. Po never have I ever faked being sick from school. A kam bërë një herë që kam Po pra, never have I ever A jam shtirë, never have I ever lënë shkollën. Slash. Lënë shkollën. lënë shkollën. Shumë smur. Never have I ever e kam lënë shkollën se kam qenë jam shtirë si kur kam qenë smur. Ha, ta si përgjigjëm nëse. Jo, për përgjithë, se për po. Do më të ishte mos mund gënjeni të kohë. Kërse e kësi ka bërë. Jo, unë për zotin e kam lënë, unë e kam lënë. Gjithë e kemi bërë. Unë po. Jo, Unë po. nuk Se është se po kam, menoja. me thonë drejt, nuk është se kam rrit në herë që s'po vi në shkollë se jam smur. Te jam mos E kam seriozisht. Kujt? Jo, një sekondë. Po jo, kujt. Po, do të thënë, kujt i drejtohemi? Drejtohemi institucionit apo mamit? Okej, institucionit. Se për shembull mamit nuk mundesh. Nuk mundesh. Jo, Zhysh kujdestar se kam thënë ndonjëherë që zvi se jam smur. Do të thonë, po s'kam marrë, kam qenë me vërtet. S'kam qenë mirë. Kupton, mund ta kem rriti çik gradën e smurllikut, po. Po jo më thonë që s'jam smur. Po mirë, Se ha, nuk keni çuhet. pas një rast për shembull që thjesht ke pas 2 orë boshe për shembull. Po. Edhe në vend që të rije, thoje Po, jam jam smur, smur po, dhe unë do të kam shkoj në bërë shtëpi, këtë, kështu që po. ke Edhe unë, po. Jo, Ja. nga shkolla se jam smur se ka bërë një herë. Që tjetë ora për Po si ti ikën me demonstratë, unë po ikin nga shkolla se na la bosh. Fare, që Mirë, zgjidhja është edhe kjo. gjitha orës, jo vetëm 3 orës, që kuptimi i ka pastaj. Hajde 3 orë, 3 orë. Never have I ever stolen something. Panika. Never have I ever a keni vjedhur në gjë. E vjen në gjë? Po jo, a keni vjedhur në gjë, do të thënë, po se s'po fjalë për Jo, nuk Për të jemi vjedhura- kriminala, kjo është e sigurt për çën. Hubo gjëra, flaverim. po, për Se i marrës Vërtet? janë në kokë Që në rrushi. vogël, si ka një herë, zgjatësh dorën. unë kam marr te këto kur kam qenë e vogël. Jo, një herë vetëm. Kur kam qenë e vogël, kam marr te këto që kaloje, siç është këtu te Petronini që janë Ato të fruta. ato të fruta. fruta. Kam tërheq një mandarina që ishte më më mend. I gjeti. Që ti. Unë nuk mendoj që kjo është vjedhje. Po s'është vjedhje. vjedhje. Po pra, Edhe s'kemi këtë- vjedhur. Edhe këtë më duket sigurisht e palar fruta. Po ma prandaj mora mandarinën nëse do e qeroja. Nuk thuhet vjedhje, po kur kam qenë e vogël, më mend një herë kisha shkuar me mamën me babën te tregu elektrik. Sa pa lidhje me kjo. Te tregu elektrik. Edhe më mend, u futëm te dyqan se do shifin për llampa, nuk e di për çfarë do shifin, edhe kishte një kështu si jo, ka një gjë elektrike te Ka lloje. Okej, lampat elektrike, ja. Nëse pak rëndësi ka kjo. Pak rëndësi ka kjo. Edhe më mend te dyqani kishte i kuti të madhe, po ishin kështu si pun kristale të vogla. Nuk ishin kristale, etën plastike, ishin po fiksova unë, do desha kristal o s'ka. I sillesha o mata, marr një as më thete përgjigja, nuk e mbaj me se kishte. Kupton? E shkreta ka qenë stres për llapa ti. Kupton? Se duket babi pa mendje, kupton? Po. Unë po shoh mas përgjigje. Na zhvesh. Atë duket të kryva punën vetë, mora lejet e mami, e mora një kristal të vogël. Plastik. Unë më mend kur kam qenë Këtë pas kam vjen çfarë vogla kristal. kristal. Po kristal plastik. Kristal plastike, e kupton? Unë më mend kur kam qenë e vogël, kam qenë dhe kjo s'ka të bëjë me vjedhje në fakt, po më kujtove nga që me mamin e vogël kam qenë në dyqan rrobash. Edhe shkova te ato manekinat, e ke parasysh kam qenë në Gjermani. Te ato manekinat dorën
si ja lëshoja dorën atij manekinit, trembullova e kape, ç'ai bëja? Edhe në një moment më ngeli në dorë, më ngeli dora manekinit, më ngeli kështu. Edhe po mami ishte larg, edhe domethënë më kishin lënë aty. Jo, s'm kishin lënë aty, po mami ishte tu pa për vetë në vetë, me ato, ja, plasa një qajt me un panik total. Rastisi që në të njëjtin moment ra një alarm në ashtu, unë u fika, u thash këto më kanë kap mu tash, futën burg, unika. Edhe ngela me ato dorën ashtu, vjen mami më vrap, Anika, çka, më ngeli dora në dorë. Ngeli dora në dorë. Ja, por nuk është se kemi filluar ndaj. As çuat të vjen. Vjen me është plastik valla. Edhe mandarina. Se po e ju se fëkoj vetëm. Po jo, po s'quhen tjetër. Fruta s'quhen, plus se shumicën e kohës ata të japin veti premësh, nuk ose. Po, e vërtetë edhe kjo. Se u futet brenda pyete, se kalove i saj. Mi po është thjesht ideja, akti. Jo, unë më kokë rrushme për unë. Po. Po Kledi, se s'na tha, a ke vjedh ndonjëherë apo jo? Po, kisha vjedh kumlla pra. Kumllat jeshile të Jo, ato. Purple, çe quhet? Kumllat kuqe, po. kumllat kuqe. Po i ke marrë nga pema? Nga market. Nga market. Si unë. Po mirë më folti. I ke vjedh nga pema? Po thosë e ke parasysh atë poezinë e Migjenit, më duket që është kumlla e kemi marrë në klasën 9. Erkolishit. Okej, po. Pse e ngatrova me? Okej. Kumlla mbi mur, po ajo është. Ajo ka kuptim. Nuk ka kuptim kumllash. Nëse. Kumllash ka kuptimin e ka lloj kumllash. Ti që ka interpretime të ndryshme. Kupton ti? Jo. Jo. E ka sa dhe fare. Është vazhdojmë me pyetjen tjetër. Pyetja tjetër, next. Never have I ever eaten food that fell on the floor. Jo, asnjëherë. Kjo është budallik. Gjë shpirtës. Po pse më ka thënë Liliana, e më mend klasë të 5 atë 6. Liliana ka qenë sysha jon e fillores. Më ka thënë si po. Kaçerrela ashtu ta ka. Ajo më ra sanduiçi, po unë isha nga këto kalamat, siç jam edhe tani, që merrsha gjithmonë bukë me veten në shkollë. Edhe më ra sanduiçin tok, edhe u trishtova jashtëzakonisht shumë. Edhe Liliana e pa që unë u pezmatova, edhe më tha se s'ka kalu 5 sekonda. Më mori nga toka. Sa e pak fjali të kalu 5 sekonda. Më mori nga toka dhe më tha, unë nuk e hëngra. Se normal ma dha, po unë hodha normalisht, po nesa. E di kush është arsye pse s'ka se ha asnjë ushqim nga toka? Nuk e di çfarë se Vau, pse? Atë filmin, nuk e mbaj mend titullit, tani është ndër ato dy vëllezër, kronikat e se si është një film ka e di për kë po flet. Dhe ka qenë ai djati në tokë edhe një bullëzues së shkollës bëçi ta E di për kë kronikat e... Po nuk është e njëjta gjë. Ajo me djathin që ju... Po që një vogël të që atëherë ka qenë të trushë gjëra dopa të shpirtit. Jo, më kujtoi ajo skena tani nga Friends që i bit cheesecake në tokë dhe thjesht e han nga toka. What are we having? Që dëgjoi nga mbrapa. Po që jo, s'më ka ndodhur, s'më ka rastisur. Jo, s'us. Preferoj të jam. Jemi pak si Merakli. Qime. Allah shqiptarçe. Never have I ever been to a concert alone. Keni shkuar koncert vetëm? Koncert vetëm jo. Unë s'kam shku vetëm. Unë kam shku muzeume, vdes të shkoj muzeume vetëm. Ti shoh. Ai sa që gjë tjetër se koncerti do atmosferë, do shoqëri, patjetër. Ai sa që kur isha në Vjenë, një shok aty te dormi, më pa që unë nisa, më tha ku je tu shkoj, thashun po ikin në muzeu. Vetëm tha. I thash s'ke vetëm. Unë kam qef t'i ki vetëm, i thash bëj, do me thënë se unë 5-6 orë, e ke parasysh.
Tha, po të vita më pa hajde, I thashëm po deshe, po nuk është se do të ta varë. Po mund vazhdosh punëtonte. Po se ku e kam lexuar diku që një nga eksperiencat më thënë që duhet bëhe patjetër në jetë ishte të shkoj ose në një koncert, Po. ose në një Edhe unë kam po. të tipit që do atmosferë, duhet të shkosh herë vetën ta provosh. Nuk e di. Që të krijosh një lidhje më të fortë me veten tënde. Ndoshta. Ti të ndihesh rehat. Po më vjen tani në mend, po më duket sikur e kam bërë, po s'më vjen në rasti. Si në ëndër. Dhe nuk e kuptoj, e kam ndërruar, po kam ndodhur vërtet. Ka mundsi. Kjo tregon që je një person që ka pas shumë eksperjenca dhe për çdo gjë ka nga një aq shumë sa që dhe nuk ka raste specifike. Negative ishte kjo. Pozitive, që ke pas shumë eksperjenca. Eksperjenca në sensin eksperjenca të mira, domethënë ke kalu kohë me njerëz të ndryshëm. Jo, vërtet të mbaj mend sikur kam shkuar në një koncert vetëm ose mbaj mend koncert. Deri nesër mëngjes, Arba. Do ju kujto, do ju njoftoj pa merak. Çfarë bëjmë tani? Më lont, Andrej. Ka unë lej. Dini. Hajde. Do shumë kreativitet, ë? Po ja para një. Jefi. Do shumë interesante si apo. A bëu të shit. Duhet të kryejmë një histori. Po me radhë, do të thënë se cili duhet të vihet nga një fjalë. Do të thënë do krijosh një fjalit, po me nga një fjalë. Okej. Për shembull, Dhe do I shtojmë fjalit njëra pas tjetrit, si historinë për shark. Unë Unë quam Arba. po kush piti ti? Kjo ishte loja. Dhe një nga fillimi. Jeni filloja. Unë do bëjmë një prallë. Okej. Hajde bëjmë një prallë. Ja, ishte një herë. Po një ishte. Nesër marrojmë. Një herë. Po një. Një herë. Një herë. Ja. Kërpull. Shumë. Vogël. Dhe E gjatë. Një fjalë. E vogël dhe e gjatë. Po e gjatë është mbiemër, një fjalë quhet. Okej. Një Hop. Po s'ka kuptim. ka shumë kuptim. Mbaroj fjalia. kuptimin. Një Një ditë. Bravo. Do të ditë. Kërpulla. Doli. Rrugës. Për Të Bler. Kuma. Do ta kisha bërë për të vjetë. Do të ishte thënë për të vjetë. dhe Prit, se ke ti. Jo, e ka ti. shkoj. Atje. Ku? Anika. Anika. Shiste. Kumba. Kur? Aty. Kur? Kur? Aty. Qa fjali e kur, po e që kënë letë për në Kur tjerët. aty takoj. Kujdes më shumë. Kur aty takoj. Jepi ritmo. Po se duhet shpjeg. Ritmo. Kur aty takoj Anikën. Vazhdo. Dhe Për çfarë? Fort. në Për jepi. Anika. Kam unë. Është më thjesht. Thuja. Dali numër. Për 12 Minuta. Për 5 minuta. Për 5 minuta dhe jo më shumë. mirë. Gjatë. Për qafimit. Ajo? Ja përfundoj. Kur ajo Turni. Përfundoj turni. Shumë mirë. Përfundoj. Dolën Për Një Bre. dhe hëngrën. pizza. Kumba! Përles. po ai ku me ble kumllat e ti, s'kishe ti kumlla që Po I bleu kumblat të Anika. A do Të shkon në unë restorant? Gila të thënë Anika. Krizë eksistenciale. Me telepati tani.
Kujtoni ç'a është një nga personazhet dhe kuptoni ç'a do hanë. Vazhdo. Kërpulla dhe Hanika ç'a do? A njëra tjetër. Ç'a do hanë? Pizza. Po duhet ishte pepper or something. Anika, Do jo hanë Anika. pizza. Pse? A do Po se pizza? kërpudha. Edhe Që kërpudha Është kërpudh. një pizza. po nuk ka mirë. Te Pizza Hut-i, ha. Me, Po po pizza pizza. çka mu? Po ti e kishe më. Oh, po ç'a theti? Pizza. Jo, pizzën e tha Arba. Pizza. Pizza Pizza. nason. Okej, me. Pizza. Dhe, Me. me, ç'a theti? Me? Ha? Me? Me kërpudha. A shush. Okej. Dhe? Anika. Piper. Okej. Tashmë. Mos e mbyllim këto dhe fillojmë nga fillimi. E bëni me fjalën e parë që vjen në mend? Shpejt. Nis. Rria. Ditë. Të bukur. Vajza. Shikoj. Një. Elefant. Hajdut. Elefant. Hajdut. Elefanti ishte hajdut? Po. Okej. Jepi. Okej. Vjedhur. Një. Dorez. Helpuri. Për. Gruan. E ti. Që. E. Trëmbi. Pik. Vazhdo. Okej. Vajza. E ti. Me. Kokën. Sa. Elefant. U gjet. Papritma. Në. Po ta vështirësoj shumë jetën. Lum. Në ku? Në lum. Në lum. Ajo? U. Tregoj. Shokve. Se? Krijesat. E. Ujit. Ishin? Shumë. Të. Frikshme. Në të vërtet? Ajo. Nuk. Ishte. E trëmbur? Por. Ishte. Peshk. Babai i saj elefanti? Po një vjen shumë. Po se doja ta rregulloja i çik se duhet me fut elefantin, se u nisëm nga elefanti. Babai I saj. Jo, i saj. se është Elefanti. ups. Deshte. Donte. Ah, mirë se jem. Dëshironte. Jo, më fal. Se jem që ishte babai i saj elefanti donte? Donte. Të kafshonte. Krijesat. E. Lumit. Por, Vajza. Nuk. Ela. sepse Ajo. ishte I. Çmonte. bashkëmoshatar, jo, bashkëkrijesat, si i thon, E saj. sepse vajza ishte peshk. Ata. E. Thjesht është fjala? Po, e. Po çuna? Jepi. Ata e helmuan Vajzën. Me. Raki. Jo, me moll raki, jo. Rakimoll. Raki moll e desha po pra. Me moll? Theti? Po, e mo. Sepse Mollët. I. Më duket se humbi pak sens. Nuk po Kishte vëmë sens. alergji. Varo. ti ma alergji. Jo, unë do thosha mollët ja kishte dhënë ajo njerka e barbardhës për shkak. Wow. Dgjoj, mundoni të kallim pak sensin në njëri tjetrit. Po nisi te babi elefant që kishte një vajzë, që ishte një krijes peshku, Po vitet një dorez hekur. që po vinte një dorez hekur se harrova fare këtë. Hajde, edhe një herë. Edhe një herë Një që tjetër. krijoni lidhje me njëri tjetrin, Do po filloj fjalë Anika. random. Filloj ti Anika. Çanta, E. shpejt, Dorez. Që kishte
Njerka. Hirushës. Ishte? Ngjyrë. Kafe. Ve. Nuk? I. Pëlqente? Roza. Jo. Dhe nuk i pëlqente, po. Ose Se thash pëlqente dhe nuk fare. thash se. Sepse A the se? Thash dhe. Dhe nuk i pëlqen. Dhe nuk i Mos gjëna pëlqente. veshën, S'ka gjë. Dhe nuk i po kështu shkur s'ma kufi. Telefonit ishte? dhe nuk i pëlqente. Dhe nuk i pëlqen. Hirushës. Hirushës, po. Tashmë, Shumë ndihem. Hirushja, Tashmë Njerka. Kishte. 3. vajza, Të. Adoptuara. Por. asnjëra, Nuk. Kishte. Çant. kafe, Njerka. Nuk. Donte. t'ja linte, t'ja, Linte. Vajza. Çantën. e saj, Kafe. Sepse Ishte. shumë, E. apasionuar. Pas. saj, Dikur. ishte, Një. Vajzë. Me. emrin, Kaltra. Dhe Shoqet. ishin, Shumë. të Apasionuar. pas, Emri. të saj. Të të saj. E ke ti. Ama. Kaltra, E. urrejtë. Emrin. e saj, Ajo. Nuk. Pranonte. të dilte, Rrugës. Duke. Mbartur. Bravo. emrin. Kaltra. E, kush e ka emrin Kaltra nga shef njeve tash thot. Se kemi personale me sonë. Thjesht tash una erdhi. Ajo. Kishte. Patur, Një. Problem. Në. formularin, Anish. e lindjes moj. Anish Po, moj. anjesh mirë, hajt. Sepse Kur. Kishte, Nënshkruar. se u lodhëm? Më falni. Më kemi lyp për sot. Po pra, no, bo kjo Kaltra. Kaltra. Shkretë dhe zuni lemzat shkretën. Ua, se ajo, që ka qenë ajo? Unë jam Mirela, emri im në çdo autobus, që ka qenë një vjersh kështu. Të kujtohet, s'po Po, s'po që më e kujtohet. shkruan emrin në autobus edhe e lë pa fshirë. Po. Edhe Pa e të kujtoja melodin tash, se është kënga jo. Nuk e mbaj më. Kujtohet që. Po më vjen ajo, ne jemi dy shqiponja, rumti. A nuk është? Zot, ja, si është? Ne jemi dy shqiponja. Ja, kumpiru, rum. gjithë e din Ndryshe. Po. Motoron. Kam Personi përshtypjen. Nëse nuk ka rëndësi, Kam nuk ka përshtypjen se rëndësi. je fiksu gjithë si ja ka si ja ka thënë edukatorja në kopsht. Mua në. Mua për shumë më ka thënë, ne jemi dy shqiptar, ne jemi Shqiptonja. kumtira më duket. Kumtirë këta. Jo. Aha, po, kumti Jo, ta. sa ka thënë kështu. Ne jemi dy shqiponja. Rumti kumti rum. Jo. Prit ka se dy ka prit më kujtohet. Ne jemi dy shqiponja, kumtira. Ne jemi. Jo, Jo, më vjen ajo juaja tani, nuk është kështu. rumti ta, ne kemi dy shqiponja, rumti ta, qa bëni jush. Brother, what's that? What's that, brother? E ke kod. Më fal, nuk më thotë që nuk Arba sot, gjitha gjëra do i shofi në ëndër. Atë, visionet. Ku shumë? Ti. po pra, atë që harrove që parë, Ëndrat e mia janë aq interesante sa ti je vetëm në koncert. Po, do me thënë, unë në ëndra kam një botë paralele. Jam shumë dakord. Janë aventura më vete. Gjithë kështu jemi. Nuk është Kështu se... që
Jo, e dite që jo të gjithë ka njerëz që ëndrat, për shembull, kanë shumë. Mund ta kem pa pasën më. Si 1D, 2D. Oh, 2D ëndra pjesë. Ka njerëz që kanë ëndrat shumë bazike, ndoshta i kanë pa filma, ndoshta i kanë pa ngjyra, ndoshta i kanë pa tinguj. Më fal? Po, nuk i kanë të gjithë ëndrat një lloj. Unë kam pas parë horror, filma horror në për ëndra. Ka të bëjmë me mënyrë se si imagjinoj pa gjithë. Ëndra shija. Jo të këshia, ëndra filma horror. Si filma. Sigurisht Filma, sigur janë pjesë dhe aq keq saqë ndroja dhe vetën. Njerë kaloja, domethënë unë shpirti im e dija që isha unë, po në trupin e dikujt tjetri. Ka rastis se nuk du t'i futem të shqip, ka rastis që kam qenë, domethënë në pjesë e një filmi ku ishte një çift. Edhe njëherë bëhesha si burri, njëherë bëhesha si gruaja dhe në fund fare ngela si burri sepse domethënë ngeca unë vet, ngeca te trupi i atij burrit, sepse hapa një dollap që ajo gruaja ime më kishte thënë që mos më afro fare aty dhe filloi të tundej shtëpia edhe dola me vrap, kjo është si historia, kështu duhet ta kishim bënë atë historinë se tash që po e them. Dola me vrap nga shtëpia dhe kuptova që nuk isha më Anika, po kisha ngesë te trupi atij burrit dhe nuk dilja dot më kur. Isha unë kam ëndrat, unë kam pasi periudhë që i kisha kështu horror. Për natë pash kështu. Horror. Këtë çfarë thumi? Mirë, një natë. Tjetrën. Pash këtë sonte çfarë thumi? Kjo kishte komplet kinematografinë vet. Po ishte të frikshme, të frikshme. Horror, po horror kështu i jetës reale, jo horror me shpirtra, që e bën edhe më të frikshme. Jo, vëmë kam të bëj. Mu çfarë ndodh? Ka raste që një ëndër, më thënë, e shohin natë edhe vazhdon. Dhe vazhdoj një natë tjetër, po jo kështu 2-3. Mund të jetë ku diu mas një jave. Dhe më ndodh vetëm në momentin që unë në mëngjes nuk e mbaj mend ëndrën, domethënë, e pashun një natë, nëse nuk e kujtoj që çka kam parë, nuk e shkoj komplet historisë që çka ashtu, mund ta shoh prap. Domethënë ta vazhdoj. Në momentin natën e dytë që unë filloj ta mendoj, unë e vazhdova këtë ëndrën, parë treshi nuk ekziston më. Sa shumë. Mua më ndodh që të njëjtat vende, hotele për shkakun, kam një hotel që e kam kështu më del gjithmonë në ëndër. Shtëpi, skena më përsëriten, edhe kam si déjà vu brenda në ëndër, domethënë që e kam parë këtë ëndrën më përpara, edhe thjesht ose po e rishikoj ose po e vazhdoj. Sequel. Part 2. Mua një gjë që më ndodh shumë shpesh është që fluturoj. Unë s'kam fluturuar asnjëherë në ëndra. Unë i kam shumë reale, në sensin edhe unë reale kam, po thjesht fluturimi është pjesë e realitetit të ëndrës. Po mirë, pra realitet, ngjash me realitetin e vërtet, jo realitetin tënd te bota jote paralele. Në kohën që po thosha shtëpia filloi të tundej. Kështu. Shumë në ëndër tash. E i ka filluar edhe ky dielli. Fix për gjumë. Dielli këtu jam tash për lloj gjumi. Po çfarë po bitë si? A jeni për një lloj ushqimi kur dalim? Për zotin. Unë jam për gjumë. Unë jam për një pak. Unë hat pak fare. Nuk e di, isha s'ka kam mikrofonin e gru. Do ulemi të hami që? Ku? Ku do? Një sanduiç apo? Po më sanduiç. Këte do ikim të ato patatet? Tanasi. Po. Ja, Anistoni. Bravo, Anika. Ato janë të mira. Ato janë shumë mira patatet ato. Po të haj. Pesë nga ato, di se mbushë fytyra me puçra. Më fal, atëherë ti e ke problemin se të bën reaksion të fytyra apo se nuk janë të shishme? Të shishme janë. Atëherë thjesht nuk janë të Këto janë probleme personale, jo, ke drejtë, edhe mua un kam pas shumë probleme me Healthy goals. Healthy. Un kam pas shumë probleme, domethënë një periudhë gjatë kohore, pastaj më pastrua, tash kohë të fundit ka filluar më dalin prapë në stresi, budalliqet edhe. Unë kam kuptuar një gjë që po ti shkosh shumë brapa dhe të fiksohesh, do vazhdoj më keq. Dhe sidomos po të fiksohesh me anën e ushqimit. Këta që thonë nuk ha çokoladë se mbet fytyra, nuk ha këtë se mos e fikso. Nëse një far kontrolli, personale. Një far kontrolli duhet aty se duhet që ai fut trupit dhe me kemi patjetër. Po Nuk është e ka ashtu, Tu nuk të duken ashtu. Shpërvaj. Brek sender këtu.
Po nuk është se, domethënë ty nuk është se të duken ai shumë. Çka komplimi ka ndryshuar. Jo. Po nuk i ke aq. Unë për shembull i kam pas shumë. Edhe ti nuk i ke pas shumë se të Unë kam pas një periudhë. Të janë pas duk ty. Që ke pas në faqe. Po, të faqet edhe këtu poshtë në mjekra. Ti asnjëherë nuk i ke pasur në atë grad që të ishin të acaruara jashtëzakonisht shumë. Jo, se si kam pas hormonale. Jo, është keq. Ashtu bëhet po ti shtrydhesh. Jo, ka dhe njerëz Jo, është nuk e di çfarë lloj akne është, po është një akne që është shumë agresiv, cistikja, që është shumë agresiv. Mjekja arshme. Shikoni çfarë bën në variantin Hipokrat. Një mjafton, një cilësor edhe një interesant. I bonë dis gjithë që kenë klasë. Jo, Po gjithë paralele. Gjithë paralele. Jo, thjesht tash për vete, një cilësor mjafton. Jo. Arba. Një cilësor. Thjesht duhet të kacë më pak. Cilësori këtu jam unë. Nga ju Tomas. Po për mjeksi po. Për mjeksi patjetër. Cilësor, po domethënë që një mjek të kesh, një Hipokrat të kesh. Për mjeksi na merr më kthesh ti neve, patjetër. E vërtet. Normal. A di kem të hanë për shësor? Po, tashi neve, ky ishte podcasti ynë i parë. Falë Arba se ta lash për gjys. Do thoje gjë? Se mos na Do thoje gjë ti. Se mos. Dëshirat e stomakut janë më të Forta se dëshirat e trurit, kështu që po, ky ishte podcasti ynë i parë. Është një format pak më ndryshe se sa herët e tjera. Do të thënë se sa jemi mësuar juve dhe se sa jemi mësuar neve. Po, mësojeni me këtë gjë dhe sigurisht s'ka problem. Na bëni follow në Instagram, se në Instagram do kemi aktivitetin kryesor, domethënë. Dhe gjithashtu, kalofshi sa më bukur. çfarë sa më gjithashtu? Pse e thash këtë? Jo, ta plotësova unë, plotësojmë njëra tjetrën Plotësojmë se cute, kanë sa gjatë. cute. Apo jo, s'pas kanë gjatë, më fal. Ju faleminderit për shikueshmëri. Po. Dhe ju urojmë një fundjavë të këndshme. shpresojmë Bye, të ketë mbyllur. Përse se kam mbyll, vazhdoje. Jo, desha të thënë, shpresojmë të ketë pëlqyer episodi i parë i këtij sezoni, të dytë të Tadas. Po. Dhe Kedi keni gjë për çtu? Jam shumë krenar që jam E mbyllim! Me kaq e mbyllim